Si thoni, njeriu lind i zgjuar apo bëhet i zgjuar? Tani po ju tregoj disa sekrete shkencore që jam i bindur që do t'i bëjnë që të ndryshoni mendimin për më tepër, do t'ju lutesha që ta ndiqni deri në fund për të mirën tuaj, sepse unë mendoj që kjo është baza e të gjitha videove që kemi bërë deri tani, sepse diskutimi i përbashkët në një argument të tillë është themelor. Ndiqeni deri në fund dhe do të dëshiroj një komentin tuaj. Kush është rastësisht si gjithmonë i bëj like faqes që jemi sërish nëse nuk e ka brende, dhe ju faleminderit që jemi përbashkë. Është bërë një studim. Është bërë një studim për të kuptuar nëse njeriu lind i zgjuar apo bëhet i zgjuar. Fillimisht njeriu ka kodin gjenetik që është i rëndësishëm, sepse në bazë të kodit gjenetik ne kemi një pjesë të inteligjencës sepse por është një përqindje shumë e vogël. Pra, përqindja më e madhe është sepse njeriu bëhet inteligjent. Dhe tani po ju tregoj se si, sepse ne nuk po flasim për patologji, për problemet në momentin e lindjes e tjerë, sepse mund të shkaktojnë shumë probleme të njerit. Unë po them për bazën, pra baza kryesore, përqindja më e madhe e njerëzve. Tani do t'ju them 5 pika kryesore se si njeriu bëhet i zgjuar. Pika 1. Të lexoni. Leximi është themelor. E keni vënë re që shumë njerëz fillojnë që të lexojnë vetëm rreshtat e para ose një artikull dhe pastaj nuk lexojnë më. Pse? Sepse leximi, sa më shumë ti lexon, aq më shumë ke etje për të lexuar. Sepse quhet etje për njohuri. Dhe në qoftë se ju lexoni, filloni që të lexoni që tani, dal nga dal, gjithmonë ajo shtohet. Disa e bëjnë vetëm sepse, pra leximin, disa e bëjnë vetëm sepse janë të detyruar. Kurse të tjerë lexojnë pak dhe pastaj lodhen. Kur isha i ri, kisha probleme që shikoja dokumentar shkencor apo të lexoja gjëra shkencore, sepse është e rëndë për trurin, sepse truri është njeriu në të vërtet, është parazit. Dhe duhet ta ambientoj, sepse ne kemi ardhur në këtë dimension, ose në këtë botë, kemi lindur në këtë botë, për të bërë një eksperiencë. Dhe pikërisht për këtë eksperienca, duke qenë ne parazit, na detyron që ne të jemi akoma më shumë parazit. Por, në qoftë se luftoni këtë, kjo është pika 1. Pra, të lexoni, të vazhdoni të lexoni dhe do më falenderoni. Pika 2. Asnjëherë mos thoni kategorikisht jo, ose të mbyllni dritaret dhe dyert e mendjes, sepse çdo gjë është nuk është definitive. Pra, gjithë bota që na rrethon është mister. Dhe ti në qoftë se e lë me pikë pyetje çdo gjë, pra ti në qoftë se fillon dhe pyet, nga momenti që ti pyet, ose ti kur dëgjon dikë që bën një pyetje, nga ai moment ti ke hapur dritaret mendjes, sepse nga ky moment në mënyrë shkencore hapen disa rrugë të neuroneve dhe neuronet kërkojnë zgjidhje. Ti pa e kuptuar, vazhdon që të kërkosh, sepse kërkon. Po ta vini re, po thuaj pjesa dërmuese e njerëzve janë kategorikisht negativ. Kjo nuk është kështu, kjo nuk bëhet kështu. Po ti vini re, në të gjitha kanalet, për shembull, një pjesë e njerëzve futen, fillojnë qeshin, sepse ata ja kanë mbyllur dritaren mendjes. Dhe ata s'kan për tu evoluar, do meten gjithmonë ignorant. Nuk është faji tyre, por është një mur që ti nuk mund ta depërtosh dot, sepse ti edhe po t'ia thuash mira është e kot. Pse në faqet e mia, në të gjitha kanalet e mia, shtohen gjithmonë më shumë? E keni vënë re? Pse nuk është mburrje kjo? Pse në të gjitha kanalet e mia, të gjitha videot e mia shpërndahen pafund në të gjitha rrjetet sociale? Pse? Sepse mendja e njeriut e kupton, pa e menduar, nuk e mendon ti, por mendja e njeriut punon në vetvete dhe thot, pa prit pak, sepse kjo mund edhe të jetë kështu. Pra, nga momenti që ti bën pikë pyetje, nga ai moment i ke hapur rrugë të reja neuroneve. Në mënyrë shkencore kjo, dhe nga ky moment fillon të jesh më i zgjuar, sepse ti kërkon. Dhe informacionet që ti merr gjatë kohës që ti kërkon, ato rrisin dijen tënde. Dhe kjo është pika 2. Kurse pika 3. Pika 3 është aktiviteti fizik. Po, edhe pse nuk duket pak abstrakte, por aktiviteti fizik është tepër i rëndësishëm, sepse një trup i mirë në një trup i shëndetshëm në një mendje të shëndetshme. Ose më mirë anasjelltas, një mendje e shëndetshme në një trup të shëndetshëm. Pra, ti në qoftë se nuk i jep trupit energji, truri yt degradohet. Dhe në mënyrë shkencore,
ti duke bërë aktivitete fizike, oksigjenimi i neuroneve lindin neuronet të tjera. Dhe këto neuronet të tjera, krahas atyre kërkimeve që ti bën, shtohen akoma më shumë. Dhe kjo është pika 3 dhe është tepër e rëndësishme. Pika 4. Pika 4 është meditimi. Në qoftë se ti mediton, nuk është se duhet të meditosh se s'bën si indianët, ose si mund t'ja them, si budistët. Jo, por meditimi ti të mos të paragjykosh, por të mendosh. Në momentin që ti shikon, lexon diçka apo ku ta di unë, për shembull, nëse keni vënë re, unë mundohem që të jem asnjanës dhe ka qenë ky suksesi i të gjithë këtyre diskutimeve që bëjmë këtu. Pse mundohem që të jem asnjanës? Sepse ku ta di një gjor, një që nuk e di, dhe ai futet dhe thotë, po se shu, dhe nuk mund të jem definitiv. Pra duke qenë asnjanës, që është apo nuk është, i lë mendjen pra mendimin njërit që futet për herë të parë dhe shikon. Dhe kështu dal nga dal shtohen gjithmonë më shumë. S'ka nevojë që unë të shkoj në të gjithë kontinentet për të treguar vendet e bukura, apo jo, sepse dija, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Dhe nga momenti që unë nxis dijen e njeriut, nga ky moment kemi filluar të bëjmë sukses, sepse duke qenë sa më shumë, ai është suksesi i parë, sepse diskutimet e përbashkëta pastaj na japin një rrugë zgjidhje tjetër të problemeve. Pra, meditimi është tepër i rëndësishëm dhe nuk duhet kurrë të paragjykosh, sepse paragjykimi, siç e kemi thënë, është sëmundja e shekullit. Dhe ne nuk duhet të paragjykojmë, sepse po t'i vini re në të gjitha rrjetet sociale, gjithsekush futet aty dhe pjesa dërmuese dhe fillojnë edhe paragjykojnë ose ofendojnë. Pse ofendon njeriu? E keni vënë re? Ofendon një idiot, një budall. Sepse një i zgjuar thot, pa prisni pak, është kështu apo jo, dhe të kundërshton me fakte, nuk të kundërshton me ofendime. Pra një i zgjuar të bllokon me fakte. Dhe thot, shiko se këtu e ke gabim. Dhe padyshim unë kush e di sa herë kam gabuar, se të gjithë gabojmë, nuk jemi perfekt, askush nuk është perfekt. Pra, edhe në këtë rast, pra pika 4 është tepër e rëndësishme që mos të paragjykosh, por të jesh definitiv. Dhe pika e fundit është ajo që i kompleton, do thoshja, që të gjitha. Sepse ju thash, pika 1 është leximi, pika 2 është mos të paragjykosh dhe pika 3 siç ju thash, tani nuk do të kthem edhe një herë, por sepse mos të humbas fillin, më falni. Pika e fundi, pika 5 është gjumi, ose më vjen në italisht drejt që mori, ripozo. Si mund të quhet? Qetësia. Okej? Pra gjumi dhe qetësia, pika e 5. Pika e 5 është gjumi dhe qetësia sepse ne në qoftë se nuk kemi një cikël biologjik të rregullt, ne nuk mund të kemi një trup të shëndetshëm dhe një tru të shëndetshëm. Më falni, nëse e vini re, më vin çdo gjë në italisht dhe kam shumë të vështirë sepse të gjitha këto i kemi bërë nëpër konferenca dhe unë duke qenë relator nëpër konferenca, më vin i kam të gjitha këtu në italisht, më falni. Ndjes, okay? Nuk dua ta ndërpres tu që të bëj edhe një video tjetër. Dhe po thoshja, kështu që është themelore, është shumë e rëndësishme që njeriu duhet të qetësohet. Dhe si është qetësia? Qetësia fillimisht një herë është mos të flasë gjithmonë dhe të ketë disa momente pauze. Por pauze absolute. Mos ketë zhurmë, mos ketë asgjë, mos flasë me askënd. Kjo është pauzë, qetësi. Dhe mendon. E dyta është gjumi. Njeriu duhet të ketë gjumë të përditshëm, ashtu siç edhe biologjia e njeriut. Pra, 8 orë gjumë, duke filluar nga ora 11 maksimum, 11:30 e natës, deri në mëngjes në orë 7:30 duhet se s'bën. Ka disa që punojnë natën dhe kjo me turne dhe janë të detyruar. Por duhet me se s'bën që njeriu duhet fle 8 orë, paktën 8 orë, të paktën 7 orë, por pastaj edhe 8 orë. Por gjumi i natës është tepër i rëndësishëm, sepse njeriu ka lindur i tillë dhe fizionomia e tij është e detyruar që të ndjek ciklin biologjik. Kështu që gjumi është themelor për të gjithë ato çka tham deri tani, pra për 5 pikat. Unë do dëshiroja tani një komentin tuaj se çfarë mendimi keni nëse këto lidhen
edhe pse këto janë studime shkencore të dokumentuara, por që njeriu bëhet i zgjuar dhe nuk lind, por është një pjesë e vogël pra e lindjes së njeriut që të jetë i zgjuar, por megjithatë do dëshiroj një koment tuaj, sepse siç ju thash, kodi gjenetik ka disa informacione, ka disa gjëra dhe një bazë e kodit gjenetik është e rëndësishme. Por sidoqoftë, njeriu varet në kontekstin se ku gjendet. Pra në familjen me kërri, me shokët dhe familjarët, me shoqet e tjerë, dhe merreni me mend ata që janë në befotrof, për shembull, fëmijët e befotrofit apo fëmijët që rriten në rrugë apo ku ta di unë çfarë diferencë ka. Nuk është faji tyre, sepse jeta është krijuar e tillë. Por mbajeni mend, këto janë 5 pika shkencore të rëndësishme që njeriu bëhet i zgjuar. Dhe pikërisht për këtë, unë ju faleminderit pafund që të gjithëve një nga një, që të gjithëve që jeni këtu, 44.000 sa jeni këtu, ju përqafoj të gjithëve, ju uroj vetëm suksese, sepse pa ju nuk do isha asgjë. Dhe së bashku, si ju thash, përveç se informohemi, marrim dije dhe dija është pushtet. Pres komentet tuaja, shpërndajeni këtë informacion dhe do të dëshiroj një koment tuaj, një koment vetëm. Çfarë mendimi keni për këtë argument? A është e vërtet? Po apo jo? Pres, ju përqafoj.